Rehabilitimi dhe elektrifikimi i linjës së korridore Durrës-Rrogozhin pritet të përfundojë në vitin 2028. Kjo rrugë është një nyje e rëndësishme e korridorit të 8 që lidh Shqipërinë, Italinë, Bullgarinë dhe Maqedoninë e Veriut. E më gjerë, sipas marrëveshjes, garanti i Bashkimit Evropian është 60.5 milion euro për këtë linjë. Investimi i përgjithshëm ka vlerë 120.5 milion eurove dhe do të mbulohet me grante nga BE-ja dhe kreditë më shumë se 30 milion euro nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, si dhe 30 milion euro nga Banka Evropiane e Investimeve. Segmenti hekurudhor Durrës-Rrogozhin është gjithsej 34 km i gjatë dhe përbën një hap të rëndësishëm drejt modernizimit të infrastrukturës hekurudhore në Shqipëri, si dhe konsolidimit të korridorit 8. Sipas specialistëve, ky grant është mbështetje për korridorin 8, i cili lidh Italinë me bregun lindor të Bullgarisë dhe detin e Zi. Ky projekt, sipas tyre, kryen lidhjen direkte midis Rrogozhinës, Lekajt, Kavajës, Golemit, Tiranës dhe Durrësit, si dhe integrimin e linjës hekurudhore Tiranë-Durrës me aeroportin. Po ashtu kryhet ndërlidhja e projektit VOR Hani-Hotit, që është në fazë zbatimi, dhe segmenti që lidh Rrogozhinën me Pogradesin, duke përfshirë dhe pjesë që lidhen me Maqedoninë e Veriut dhe më pas me Bullgarinë. Përveç grantit, projekti shoqërohet dhe me një kredi prej 30 milion eurosh nga Banka Evropiane e Investimeve, që do të ndihmojë në modernizimin e linjës hekurudhore prej 34 kilometrash. Gjithashtu, për realizimin e plotë të projektit, do të ankorohet dhe një kredi prej 30 milion eurosh nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, si pjesë integrale e paketës së financimit për 120.5 milion eurove. Linja hekurudhore e elektrifikuar do të parafrohet me standardet e Bashkimit Evropian, duke mundësuar udhëtime me tren me shpejtësi deri në 120 km/h.